edhe sot qeveria e Republikës Kosovës e ka sigurinë ma pak se sa një organizatë jo qeverisë. Rasteve zyrtar të huaj nuk dërgojnë emaila në sistemin e komunikimit. Gjëja e parë është transparenca. Po kanë nënshkruar një kontratë prej 1.5 milion euro për transmetimin e FIFA-s në kuptimin e direkt të negocimit. Një kompani që merr 45 milion buxhet të shtetit, qytetarëve, taksës, negocion 1.5 milion kontratë të pa transparencë. Do të thotë e para është me u hap telekomi, e dyta është një prej problemeve kryesore në Kosovë, në përgjithësi është kualiteti i internetit. Do të thotë kualitetin më dobët në rajon. Penetrimin e kemi shumë të madh në gjitha rajonet, po kualiteti është minimal. Fibra optike. Investim po edhe kualiteti i marrjes, domethënë se edhe fibrat janë vetëm autostradat, po downloadi edhe uploadi është në Kosovë më i dobët, rrjedhimisht nuk tërheq as edhe ata të cilët mundin me punu online nomad që quhen programer për shkak të kualitetit. Edhe turizmi është ndërlidhur direkt, sepse njerëzit nuk vinë kur nuk mund të kryejnë punë ose nuk mund të jenë në komunikimin kualitativ, por edhe për sektor tjerë, sektorin e arsimit për shembull, nuk mund ta ngrisim më me digitalizim nëse kemi këtë kualitet të internetit. Kjo është siguria e informacionit të qytetarëve. Për ne në Aleancë është absolutisht kritike që bizneset, dhënat e bizneseve të qytetarëve me u mbrojt plotësisht me transparencë të sistemit se si bëhet mbrojtja, sepse në të ardhmen mund hapet shumë lehtë mundësia e një industrie të depozitimit të dhënave. Dark web, a? Edhe ideja e iClouds, të cilat mund të vendosen në Kosovë, po kjo nuk vjen nëse nuk kemi garancion të plotë të mbrojtjes së informacionit edhe sigurisë së tyre. Edhe sot qeveria e Republikës Kosovës e ka sigurinë më pak se sa një organizatë jo qeveritare. Shumicën e rasteve zyrtar të huaj nuk dërgojnë emaila në sistemin e komunikimit të qeverisë dhe institucioneve për shkak se nuk ka siguri edhe nuk ka